nëse humbin gjërat në shtëpi edhe pas një viti gjindan. Prap, thot pas një kohë të shkurt, hupin prap. Çka do më thonë? Do më thonë ruj pak ma mirë, mës të hupin. Po bëj pak shaka, se unë e kam parasysh që qëllimi yt është te meselja magjisë. Mos po të bën dikush magji. Aty po mendoj që e ke qëllimin. Nuk duhet të ndërlidhim gjërat me magji detyrimisht, as nuk duhet të jetojmë me frikën dhe paragjykimin e magjisë. Thjesht, ka ndodhur diçka, mund të ndodh prap, ka humb, është gjend, ndoshta që aty e ke pas, por ja që se ke vrejt, pastaj e ke gjetë ma vonë, ka humb, ose dikush për anëtarët familjes, ose dhe nëse s'ket të tjerë, je vetëm veti dyti, treti, ndodh që njeri e lën diku një gjë dhe e harron. Po, ta lidhim me magji, të friksohemi nga kjo botë e errët, edhe të jetojmë me këtë ankth, nuk është e lejuar fetarisht, as nuk është e arsyeshme, as nuk është e dobishme. Prandaj jetojeni jetën të qetë pa këto komplikime dhe paragjykime.